Zjarret nuk parandalohen vetëm nga shteti. Ata parandalohen edhe nga ndërgjegjësimi i komunitetit, qoftë edhe përmes njoftimeve nga natyrë në kohë reale. Nga fermerët që janë të pranishëm në tokat ku evidentohen zjarret, nga operatorët turistik të përgjegjshëm dhe nga çdo qytetar që kupton se mbrojtja e territorit është në fakt përgjegjësi e përbashkët e gjithëve ne. Dua ta them qartë, do të ketë zero tolerancë ndaj zjarrvënies së qëllimshme dhe ndaj kujtdo që cënon pasurinë natyrore dhe sigurinë e komuniteteve tona. Përballë rritjes së rasteve të zjarrvënieve të qëllimshme dhe dëmeve të mëdha që ato kanë shkaktuar, sidomos vitin e fundit, në mjedis, në ekonomi dhe sigurinë publike, qeveria ka ndërmarrë ndryshime të rëndësishme në Kodin Penal, duke ashpërsuar ndjeshëm masat ndëshkuese për zjarrvënësit. Ndryshimet më të fundit të neni 206A të Kodit Penal parashikojnë dënime më të ashpra për çdo rast zjarrvënie që shkakton dëme në pyje dhe mjedise pyjore. Ndërsa për rastet kur zjarret prekin zona të mbrojtura apo trashëgimi kulturore, dënimi shkon nga 5 deri në 10 vite burg. Në rastet më të rënda, kur zjarrvënia rrezikon jetën e qytetarëve, banesat apo shkakton pasoja shumë të mëdha, dënimi mund të arrijë deri edhe në 30 vite burg. Ky është një mesazh i qartë se nuk do të ketë asnjë tolerancë ndaj kujtdo që rrezikon jetën, pronën dhe pasuritë natyrore të Shqipërisë. Të nderuar